Më 14 maj 2026, në kafiterin Solo, në qendër të Skenderajt, lëvizja vetëvendosje pretendon se ka ndodhur një sulm i rënd fizik ndaj zëvendës ministrit të financave dhe kryetarit të degës së LVV-s në Skenderaj, Hysni Mehani. Sipas reagimit zyrtar të LVV-s, Mehani po pinte kafe së bashku me deputeten Arjeta Feza dhe aktivistë të tjerë të partisë, kur kryetari i komunës së Skënderajit, Sami Lushtaku, iu aftrua dhe pa asnjë fjalë, e goditi fillimisht me grusht dhe më pas me gotë në kokë. Kur sekretari i qendrës së LVV-s, Bahri Zabeli, tentoi të ndërhyjë për të ndaluar përshkallëzimin, ai u sulmua gjithashtu nga shoqëruesit e Lushtakut. LVV-ja e ka cilësuar incidentin si sulm fizik banditesk dhe ka publikuar një fotografi të Mehanit me fytyrën e gjakosur. Pushteti i Kurtit tentoi të më sulmoj, versioni i Lushtakut. Nga ana tjetër, Sami Lushtaku ka mohuar se ka qenë ai agresori. Në një reagim në Facebook, ai ka shkruar: Pushteti i Albin Kurtit, përmes mekanizmave të tij, tentoi që sot të më sulmoj në Skenderaj. Lushtaku pretendon se është provokuar dhe ofenduar me thirrjet Sami Serbia, duke shtuar se etiketat si Sami Serbia, qytetarët nuk i tolerojnë më, prandaj edhe reaguan. Ai ka theksuar se ka një jetë në shërbim të vendit dhe se reagimi ka ardhur nga vetë qytetarët e pranishëm, të cilët nuk i durojnë më këto etiketime. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, e ka nisur mbledhjen e qeverisë duke dënuar ashpër incidentin, duke i quajtur atë të papranueshëm dhe qyqar. Ai ka bërë thirrje që organet e rendit të ndërmarrin veprime urgjente ndaj përgjegjësve dhe ka theksuar se sulme të tilla nuk i trembin dhe nuk do të ndikojnë në pjesëmarrjen e LVV-s në garën politike. Në anën tjetër, kandidati i PDK-s, Gjavit Haliti, ka cilësuar incidentin si të gabuar dhe ka akuzuar LVV-n se po mundohet ta përdorë për përfitime elektorale. Ai ka thënë: Çdo sulm nga kushdo qoftë në proceset politike, qoftë gjatë fushatave, qoftë jashtë tyre, është i gabuar nëse bëhet mbi bazën e akuzave dhe kundër akuzave politike. Haliti gjithashtu ka bërë thirrje palëve të përfshira të gjejnë një rrugë pajtimi dhe ka theksuar se duhet shmangur përdorimi i incidentit për fushat elektorale. Prokuroria e Mitrovicës ka njoftuar se lidhur me incidentin janë intervistuar 5 dëshmitar dhe 2 të dyshuar me iniciale EL dhe BN janë dërguar në mbajtje për 48 orë me dyshimin për kryerjen e veprës penale, lëndimi i lekt trupor. Ndërkaq, Sami Lushtaku dhe Kushtrim Haziri, 2 të dyshuar të tjerë për këtë rast, nuk janë përgjigjur ftesës së prokurorisë për intervistim. Hetuesit kanë marrë si provë disa regjistrues të pamjeve të kamerave brenda dhe jashtë lokalit për të zbardhur të vërtetën. Hysni Mehani dhe Bahri Zabeli kanë marrë trajtim mjekësor në spital. Pas incidentit, njësia speciale operative e policisë është vendosur në rrugët e Skenderajit duke krijuar tensione të reja me banorët. Qytetarët janë mbledhur përballë pjesëtarëve të maskuar të njësisë speciale duke i pyetur për çka jeni ardhur. Kandidatja e PDK-s për deputete, Ganimete Musliu, ka reaguar ashpër duke i bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti të tërheqë forcat speciale. Ajo ka shkruar: Përdorimi i institucioneve shtetërore dhe aparatit të pushtetit kundër një komune vetëm se nuk mund të përdentosh politikisht, përbën një abuzim serioz të pushtetit. Drejtoresha e policisë për rajonin e Mitrovicës, Afërdita Mikullovci, ka deklaruar se vendosja e njësos është çështje rutinë policore dhe operative, por kjo nuk i ka qetësuar qytetarët, të cilët janë ankuar se po trajtohen si kriminal, pa pasur asnjë lidhje me incidentin. Incidenti në Skënderaj ka përshkallëzuar tensionet politike në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, duke i vënë përballë 2 partitë kryesore opozitare në nivel lokal dhe qendror. Ndërsa prokuroria vijon hetimet dhe analizon pamjet e kamerave të sigurisë për të zbardhur të vërtetën, pyetja mbetet nëse kjo ngjarje do të ndikojë në fushat elektorale dhe nëse palët do të arrijnë të gjejnë një rrugë pajtimi, siç ka kërkuar Gjavit Haliti. Një gjë është e sigurt, vendosja e njësos dhe përballja me qytetarët
ka lënë pasoja në skenën politike të Skenderajit dhe Mëler.